Mbi tokë bie një dimër i ftohtë. Aurora kërcënon se do ta ngritë gjithë planetin. Vetëm nëse Wingsa do ja dorëzojnë asaj magjistarët. Vajzat fluturojnë në guxim për mbretërinë e Aurorës, duke marrë me vete edhe dhuratën e dytë të fatit. Sa më duket se jeni në telash. Mjaft Nebula, Roxy nuk do të rezistoj dhe shumë gjatë. Temperatura është shumë e ulët për të. Keni vetëm një mënyrë për ta shpëtuar shoqen tuaj. Ne zanat e tokës mund të futemi në shpellën e Sibilës, por ju nuk jeni zana nga toka. Ju mund të hyni dhe të na jepni Ogronin dhe magjistarët e tij. Po fuqia e kullës së akullit është shumë e fortë. Ajo nuk më lejon të përdor magjin time për të shëruar. E shkreta Roxy. E gjithë kjo do t'i kushtoj jetën. Me sa duket, ju duhet ta pranoni ofertën e Morganës. Çfarëdo vendimi që ne do të marrim, do të rrezikojmë ose jetën e Roxyt ose jetën e magjistarëve. Tani e kuptova përse quhen dhuratat e fatit. Po, dhe sa më të rëndësishme të jenë këto dhurata, aq më tepër përgjegjësi kërkojmë. Ti nuk je luftëtarja legjendare që mendon se je. Je vetëm një frikacake. Ti zgjodhe më të dobëtën nga ne të gjitha. Nuk e di se çfarë ka në mendje Blumi, por nëse ka në plan të zemëroj, besoj se po ja del mban. E vërteta është se Morgana nuk të la të luftoje me ne që ti të mos lije për shtypje të keqe. Mjaft tani. Muri akull! Pra këtë kisha në mendje dhe unë. Nuk mund të bësh gjë më të mirë? Nëse do që unë të shkoj te Ogroni dhe magjistarët e tij, duhet të ndeshesh me mua. Nëse fitoj unë, atëherë ti do të na lirosh. Mirë. Blum, e mendove mirë këtë që bëre, apo jo? Jo, ishte vetëm instinkti im. Mrekulli, tani më bëre të ndjej mirë. Ha! Kujdes! Kafazi do ta mbroj Roxyn nga temperatura e jashtme, por nëse ju përpiqeni ta hapni, do të jetë fundi juaj. Ndërsa ti, Blum, duhet të presësh edhe pak sa të vi momenti yt. Si do t'ja bëjmë tani? E dëgjoni këtë? Duket sikur kulla e akullit e ngadalsoi shpejtësinë, po ndalon. Dhe Roxy duket më mirë, nuk është më e ftohtë. Më duket se Nebula po e mban fjalën e dhënë. Nuk e di për çfarë arsye Morgana po kujdeset për Roxyn. Dhe Roxy e di këtë. Gjatë dy luftimit, ajo e pa se zanat po përpiqeshin të mos e gjuanin. Dhe ajo na mbrojti ne. Pra e gjithë ngrirja ishte një mashtrim, Nebula do ta kishte ndaluar, sido që të ishte. Duhet patjetër të zbulojmë se cila është lidhja midis Morganës dhe Roxyt. Shikoni, Roxy po çohet. Ç'kemi vajza, si po shkon? Më mirë të mos e di. Po ngrije për vdekje dhe Blumi arriti të fliste me Nebulën. Ajo e sfidoi në një dy luftim. Çfarë? Nebula? Vërtet e bëre këtë, Blum? Po çfarë? Nuk pas kanë argjuar dhe aq shumë lek për skenën.
Tani e di si ndihet një zog I vogël në kafaz. Morgana! Pse nuk do të rish për krah meje, Roxy? Të kam dhënë shumë mundësi ta shpëtosh veten. Por që ta bësh këtë duhet të largohesh nga Wingsat. S'do largohem kur nga shoqet e mia, do kem të njëjtin fat me to. Unë u sigurova që ty të mos të lëndonin. Po, dhe unë përfitova që të shpëtoja Wingsat. Ti je shumë e vendosur, je tamam si unë. Po të përgjërohem, braktise e tjenë tënde për akmarrje. Unë nuk mundem. Ti e di sa keq më kanë bërë magjistarët dhe njerëzit. Kjo nuk është thjesht një çështje personale. Më kupton çfarë dua të them? Edhe Diana vendosi të braktiste akmarrjen e saj kundër njerëzve. Nuk do të thot asgjë për ty kjo, Morgana? Këto vajza janë shumë mendjemdha. Unë nuk mendoj se janë në pozicionin e dur për të negociuar. Ne kërkojmë vetëm që magjistarët të gjykohen me drejtësi, dhe drejtësia nuk arrihet me anë të akmarrjes. Një gjyq I drejtë dhe I panshëm. Morgana, mos më thuaj që je dakord me atë që të propozuan Wingsat. Ti je mbretëresha e zanave. Mbretëresha jon duhet të respektuar, Nebula. Nuk mendoj se po vihet në dyshim roli Im si mbretresh. E zjatëm shumë duke folur. Çfarë? Ne duhet t'i kapim magjistarët edhe duke shkatëruar shpellën e zanës Sibila. Nëse humbas, zana do jenë të lira, por nëse unë fitoj, Blumi do të na çojë te magjistarët. Më duket e drejtë. Mund ta filloni dy luftimin. Ai nuk është një shesh patinazhi, apo jo? Ai është vendi ku do ndeshemi, Blum. E kemi shtyr shumë herë këtë luftë. Tani ka ardhur koha që të pendohesh për arrogancën tënde. Jam gati. Pa çfat, Blum. Bëje për ne. Pas teje. Nebula ka shumë besim te vetja e saj. Mjaft! Mos u shqetëso, Roxy. Unë e di mirë ç'po bëj. Stuhia elektrike. Jo, Blum! Blum! Po nuk ishte shumë argëtuese. Ku ishte gjitha ajo fuqi që unë burr kjo shoqja juaj? Ti e gjuajt e pamendje, Blumi ka të drejtë, ti je vetëm një frikacake. Blumi humbi, mbajeni fjalën tuaj tani. Dhe jam e bindur se do t'rregojeni më të arsyeshme, ose do t'ju luftoj të gjithave. Do të thuash ti gudulisësh? Çfarë? Ti? Po si guxon ti? Vazhdo, Blum! Mendoj se do të jetë një ndeshje e vështirë. Duket se ajo zan ka mjaft burime energjie. Do pendohesh seriozisht për atë që bëre. Ruaj e frymën më mirë, Nebula. Na këtë! Sot do ta zbuloni fuqinë e vërtetë të Nebulës. Do të jetë gjëja e fundit që do shikoni. Shigjeta e ngrirë. Ku ishim? Vazhdo të më tërheqësh vëmendjen me marifetet e tua foshnjore. Ato janë të lodhura. Forca, Blum! Shoqja juaj që ka më tryme nga sa mendoja. Ti mund t'ja dalësh. Forca, mos u dorëzo.
Blum, po të lajmëroj, dua ta akmerem ndaj magjistarëve më shumë se çdo gjë tjetër në botë. Ti po bën një gabim, nuk do të zgjidhësh gjë me këtë hakmarrje. Ku di gjë ti për hakmarrjen dhe për urrejtjen? S'më mëson dot mua, vajzë naive. Ty nuk të kam mbyllur njeri për shekuj të tërë në një burg. Le pastaj të mposhte dhe të poshtëronte. Zemërimi im kundër qenieve njerëzore është dhe më i madh. Ata nuk besuan më te ne, na dënuan me harres. Të lumt, Blum! E dija se do t'ja dilje mban. Dorëzohu Nebula, tani mbaroj. Ti je vetëm një zanë e remendje madhe. Por çfarë? Marja ime do jetë fort. Nebula, ka dalë jashtë kontrollit, ndalojeni luftëtarën tuaj përpara se të më shkatroj kullën e akullt. Kujdes, Blum! Muri i akullt. Ti japin fund kësaj ndeshje. Mjaft Nebula. Jam këtu, Blum, po të pres. Zjarri i dragoj. Thua, mund të luftojnë pa akull fare. Ka kaq shumë akull këtu sa që askush nuk do ta shikojë ndryshimin. Mjaft. Sa e pakujdesshme. Kush e di sa mira njerëzve do ju bjerë në kokë. Po është nesh ka një qytet të madh dhe çfarë rastësie, ai quhet Gardenia. Jo! Është shumë larg. Duhet të përdor fuqitë e mia të reja dhe me të gjithë forcën që kam. Flaka e akullt! Jo, ajo arriti të shkatronte icebergun. Oh, jo. Ura! Ja doli mban! Blum, poshti Nebulën, duhet të respektosh marrëveshjen. Blum! Ndeshja ja harxoi fuqit. Morgana, Blum je bëri për mua gjithë këtë. Nëse asaj ndodh ndonjë gjë, nuk do t'ja fal kur vetes. Po ashtu edhe unë. Shoqja juaj e fitoi sfidën dhe ne duhet ta respektojmë marrëveshjen. Blum! Ti besojmë Roxit, ajo është e zonja dhe mëson shpejt. Ke të drejtë, Flora. Eja një zana të reja, më tregoni sa të zonja t'jeni. Ndalo Nebula, ti unë poshte, duhet ta pranosh këtë. Çfarë më ndodh? Ndalo tani Nebula, zana luftoj me drejtësi, duhet ta mbajmë fjalën. Mirë se u ktheve, Blum. A je mirë? E po, nuk ishte as pak e thjeshtë, apo jo, vajza? Herën tjetër lërja ndonjë tjetre ta bëj këtë. Morgana, tani duhet të na japësh fjalën që nuk do akmeresh më ndaj njerëzve. Do veproj si thua ti, Roxy. Por vetëm sepse po ma kërkon ti. Mos u çmende, po shkatron gjithçka për të cilën kemi luftuar. Do të përgjigjesh për këtë. Nebula, mos i fol kështu mbretëreshës tonë, mund të jesh kaq rebele. Magjistarët e rrethit të zi do të gjykohen nga unë dhe nga zanat e tokës në një gjyq të drejtë. Rrethi i zi patjetër duhet të kthehet në duart e mia, por duhet të jetë vetë ogronit që të ma jap si shenjë dorëzimi. Dakord, Morgana. Hyni në këtë dalje magjike dhe do të jeni në shtëpi. Rrugë të mbar për në shtëpi, Roxy.
Jam e bindur se do të shihemi sërish. Faleminderit për gjithçka. Po s'duhet të mbaroj në këtë mënyrë, Morgana. Ajo drita! Janë zanat e dritës! I përdorët shumë mirë dhuratat që morët. Dhurata e urtësisë dhe dhurata e zemrës. Tani do ju japim një dhuratë tjetër, një dhuratë që s'do donim kur t'ua jepni. Po pse? Sepse është dhurata e zezë. Kjo është një magji që shpëton një person nga vdekja. Prandaj askush nuk ka dashur ta përdor. Çfarë kuptimi ka kjo? Kur një qenie njerëzore është në prag të vdekjes, ju do keni mundësinë ta shpëtoni këtë person, por vetëm një. Kjo është profecia, Winksa. Prisni! Më bëhet qefi që më në fund Morgana vendosi me mençuri. Po, Morgana na ka premtuar se tani nuk do të vazhdoj të hakmerret më. Dhe se do ju gjykoj me drejtësi. Nëse do t'i japësh rrethin e zi si shenjë që i e dorëzuar. Mirë pra Blum, do pranojmë që Morgana të na gjykoj dhe unë personalisht do t'ja jap asaj rrethin e zi. Mirë. Blum, të jam shumë mirënjohës për atë që bëre për mua. Po çfarë ke? Më duke shumë e shqetësuar. Po, nuk dukesh fare si dikush që është duke festuar fitoren. Për fat të keq ne morëm një profeci të tmerrshme këtë herë dhe kam frikë se do të ketë lidhje me Dumanin. Ose me ndonjë tjetër nga ne. Jemi shumë të shqetësuar për Dumanin, po ashtu si dhe ju. Po s'mund të bëjmë asgjë. Ke të drejtë, Ogron. Dhe një herë tjetër ne nuk mund të bëjmë asgjë tjetër veç se të presim. Sometimes I feel so confused, and life is such a mystery. Take me back where I belong. I really wanna know what happened to the world that once was my sweet home. Nothing will ever be the same. I'll find the answers to the questions in my head. Is there a happy ending? I hear you calling my name. I would search the whole world to find you. Every day I'm getting closer to the truth. Tell me the story of my life, about a kingdom and a child. Tell me the story of my life, about a kingdom and a child. Bravo! Ej vajza, që janë këtu fytyra të mërzitura? Çfarë ka ndodhur? Po s'ndodhi ndonjë gjë e keqe? Në fakt, ishim pak ngushtë, na mposhtën disa probinça të akullit dhe shpëtuan botën, por gjëra të zakonshme. Pse nuk i qerasim këto vajza me pak lëng të freskët frutash? Mendoj se është një ide mrekullueshme. Forca! Leila, çfarë po bën këtu jashtë vetëm? Thjesht po mendoja për ato që ndodhen sot dhe për profecinë e zanave të dritës. Nuk dua të dëgjoj të flasësh për gjëra të këqija në një natë të tillë. Sa po u ktheve nga një mision i rëndësishëm, tani jemi bashkë dhe duhet të gëzohemi.
Nabuti, nuk ke frikë nga këto që mund të ndodhin? Leila, zemër, nuk e di ç'do të ndodh, por e di se e vetmja mënyrë për të parë të ardhmen është të jetojmë derisa të vijë ajo ditë. Unë të dua shumë ty. Edhe unë të dua, zemër. La! Ha? Hej, na lini edhe neve diçka. Në episodin e ardhshëm në ishullin e Trin Nanog, gjyqi kundër magjistarëve po fillon, por zanat i pret një kurth vdekje prurës. Diçka e tmerrshme do të ndodhë dhe shumë shpejt asgjë s'do të jetë më si më parë.